Ebrarët, robërit e mirë. Allahu i madhërisëm thot: kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot me besim, derisa të mos e jepni më të dhimbshmën e pasurisë suaj. Çka do që jepni për Zotin, Allahu atë e di. Kaptina Ali Imran, ajeti 92. Folja arabisht e berra vjen me kuptimet: mirësjellja, të sillemi mirë, të bëhet mirë, e tjerë. Në Kur'an përmendet në shumë derivate që kryesisht kanë kuptimin i mirë, i ndershëm, i devotshëm, i vërtet, diçka e mirë dhe e bukur. Disa nga këto derivate janë: El berru, tregon atë që u bën mirë pafund robërve të tij, nga i cili buron çdo e mirë dhe mirësi, i cili është mëshirues, bujar dhe i butë dhe i pakufishëm në mirësinë e tij. El birr, në kuptimin e përgjithshëm tregon mirësi, bindje. Birr ka të bëjë me veprat e mira si besimi i fuqishëm, mirësjellja, veprat e mira, zbatimi i përpikt i rregullave të Kur'anit dhe Sunetit, urdhëri për të mirë dhe ndalimi i së keqes dhe shumë të tjera. Me fjalë të tjera, birr ka të bëjë me çdo gjë që çon në fitimin e dashurisë së Allahut Madhërisëm. El ebrar tregon për robërit e mirë, të cilët i janë përkushtuar bërjes së vazhdueshme të atyre veprave që bëjnë pjesë në kategorinë e fjalës birr. Domethënjet e shprehjes el birr. Shprehja el birr përveç domethënieve gjuhësore ka edhe domethënjet përmbajtësore, të cilat i lexojmë në Kur'an. Allahu i Madhërisëm thot: nuk është tërë e mira të ktheni fytyrat tuaja kahlindja ose perëndimi, por mirësia e vërtet është ajo e atij që i beson Allahut, ditës së gjykimit, melekëve, librave, lajmëtarëve dhe pasurisë që e do, ua jep të afërmeve, bonjakëve, të varfërve, udhëtarëve, lypësve dhe për lirimin e robërve, dhe pastaj ai që e fal namazin, e jep zekatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillët janë ata të sinqertët dhe të tillët janë ata të devotshmit. Kaptina El Beqare, ajeti 177. Po ta lexojmë me vëmendje ajetin e sipërm, vërejmë se robërit El Ebrar kanë disa karakteristika. E para, mirësia më e madhe e njeriut është të zgjedhë udhëzimin, besimin e drejtë në Allahun e Madhërisëm. Dhe e keqja më e madhe e njeriut është ta kalojë jetën në mosbesim apo besim të shtrembër. Po këtë shkallë, bile dhe më të rëndë e ka dhe jeta në hipokrizi, munafiklëk, dhe në këtë gjendje e gjendvdekja. Që të pranohet çdo gjë e mirë e jona te Allahu, njeriu duhet të besojë në Zotin e tij, në melekët, librat, pejgamberët dhe ahiretin. Por nëse nuk beson në të vërtetat e besimit, të gjitha angazhimet dhe përpjekjet e tij do të jenë të kota dhe të pavlefshme, dhe atë e pret dënimi i zjarrit. Allahu i Madhërisëm thot: e kush prej jush mbrapset nga feja e tij dhe vdesi jo besimtar, ata i kanë zhdukur veprat e veta në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Të tillët janë banor të zjarrit dhe në të janë përgjithmonë. Kaptina El Beqare, ajeti 217. Gjithashtu thot: të tillët asgjësuan veprat e veta në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe të tillët janë plotësisht të dëshpëruar. Kaptina Et-Teube, ajeti 69. Ndër njerëzit e mirë bëjnë pjesë edhe ata që bëjnë vepra që futet të mirësia dhe ndershmëria, siç janë dhënia e pasurisë për bamirësi për të afërmit, të varfërit, jetimët, të nevojshmit, por edhe pse e duan pasurinë. Gjithashtu nga të mirët bëjnë pjesë ata që kryejnë rregullisht obligimet fetare të faljes, që japin zekatin, përmbushin zotimet, durojnë në varfëri, në sëmundje, por edhe në luftë dhe çdo gjë që kërkon interesi i fesë. Droja dhe vetdia e përhershme për Allahun xhelleshanhu. Tër ajo që u përmend bën pjesë në birr, por birr është shprehje më e gjerë dhe më e thellë. Allahu i Madhërisëm jep një sqarim interesant duke përdorur në gjuhë figurative. Ai thot: nuk është mirësi të hyni në shtëpi nga prapa, por mirësi është ai që është i devotshëm.
Kaptina El-Beqare, ajeti 189. Kjo mënyrë shpjegimi nënkupton se edhe pse ibadeti formal, forma, aspekti teknik i ibadetit, namazit, është me rëndësi. Megjithatë, ky ibadet është i pashpirt, është shterp dhe vështirë i pranueshëm. Ibadeti, besimi, veprimi, të menduarit, ato duhet ndërtohen mbi bazën e devotshmërisë dhe vetdijes së përhershme për Allahun e Madhërisëm. Pasi vetëm një ibadet i tillë dhe vetëm një njeri takua, pra i devotshëm, i tillë mund të pranohet nga Allahu i Madhërisëm. Allahu thotë: "Të tillët janë ata të sinqertë dhe të tillët janë ata të devotshmit." Kaptina El-Beqare, ajeti 177. Gjithashtu Allahu i Madhërisëm thotë: "Kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot me besim derisa të mos i jepni më të dhimbshmen e pasurisë suaj. Çka do që jepni për Zotin, Allahu atë e di." Kaptina Ali Imran, ajeti 92. Ndarja e pasurisë në rrugën e Allahut Madhërisëm përmendet shpesh në Kur'an. Për të qenë njerëz të mirë dhe të respektuar, patjetër duhet të zbatojmë detyrat tona, si sadakaja e përgjithshme, zekati, sadakatul fitri, kurbani e tjerë. Pra birri, mirësia shtrihet në shumë fusha, nga kontributet materiale, mirësia fizike, këshilla sociale, edukative, deri në mirësi e respekt, mosbërje mëkat dhe ikje nga armiqësia. Allahu i Madhërisëm thotë: "Urrejtja ndaj një populli që ju pat penguar nga xhamia e shenjtë, të mos ju shtyjë të silleni në mënyrë të padrejtë kundër tyre. Ndihmohuni mes veti me të mira dhe në të mbara, e mos u ndihmoni në mëkate e armiqësi. Keni frikë dënimin e Zotit." Kaptina El-Maide, ajeti 2. Gjithashtu thotë: "O ju që keni besuar, kur bisedoni mes vete fshehurazi, mos bisedoni për mëkat, armiqësi dhe kundërshtim ndaj pejgamberit alayhis salam, por bisedoni për punë të ndershme e të matura dhe keni frikë Allahun, tek i cili patjetër se do të tuboheni." Kaptina El-Mujadele, ajeti 9. Robërit e mirë të ndershëm. El-Berr është njëri prej emrave të bukur të Allahut Madhërisëm, i cili ceket vetëm një herë në Kur'anin Fisnik. Allahu i Madhërisëm thotë: "Padyshim ai është i mirë, El-Berr dhe i mëshirshëm." Kaptina Et-Tur, ajeti 28. Shprehja El-Berr në kuptim të mirësisë përdoret edhe për njerëzit si krijesa të Allahut. Shprehjet ebrar dhe burur janë shumës i fjalës El-Berr, që emërojnë bamirësin dhe njerëzit e mirë të Allahut. Shprehja El-Ebrar ceket edhe në Kur'an në formë lutje. Allahu i Madhërisëm thotë: "Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besime që thoshte: Të besoni Zotin tuaj, dhe ne besuam. Zoti ynë, na i fal mëkatet tona, na i mbulo të metat dhe pas vdekjes na bashko me të mirët." Me Al-Ebrar. Kaptina Ali Imran, ajeti 193. Ebrarët, njerëzit e mirë dhe të devotshmi takua, janë në lidhje të ngushtë me krijuesin. Vetdia e tyre për Allahun është e përhershme dhe e lartë, me përkushtim dhe dashuri. Allahu i Madhërisëm thotë: "Por ata që ja patën frikën Zotit të tyre, ata i kanë xhenetet në për cilat rridhin lumenj, dhe aty janë përgjithmonë. Ajo është pritje e bukur nga ana e Allahut, e për të mirët më e dobishmja është ajo që është e Allahu." Khairul Ebrar. Kaptina Ali Imran, ajeti 198. Në surën El-Insan përshkruhen ebrarët me karakteristikat vijuese. Allahu i Madhërisëm thotë: "Ata e zbatojnë premtimin dhe i friksohen ditës dëmi i secilës është gjithëpërfshirës, dhe ushqim me bukë për hir të Allahut të varfërit, bonjakun dhe të robëruarin. Ne ju ushqejme vetëm për hir të Allahut, nuk dëshirojmë për ju shpërblim as falenderim. Ne friksohemi nga Zoti ynë atë ditë kur do të ngrysen dhe errësohen fytyrat, dhe ata Allahu i ruan nga e keqja e asaj dite dhe u lëshon atyre butësi e gëzim. Dhe për atë që kanë duruar i shpërblen me xhenet e rroba të mëndafshta, mbështetur në kanape, ku nuk do të ndjejnë as të nxehtë e as të ftohtë." Kaptina El-Insan, ajeti 7-12. Që zbërthyer në pika mund të thuhet se: 1.
kanë përmbushur zotimet e tyre. 2. Kishin frikë nga dita kur e keqja kërcënon. 3. Kanë ndihmuar me zemër dhe të varfërin dhe jetimin dhe të burgosurin. 4. Ata të cilët i ushqenin të tjerët dhe u thoshin: padyshim ne ju ushqemi ju vetëm për hir të Allahut. Nuk dëshirojmë për ju shpërblim as falënderim. Ne friksohemi nga Zoti ynë atë ditë kur do të ngrysen dhe erësohen fytyrat. Kaptina El Insan, ajeti 9-10. 5. Muslimanët janë të obliguar që për kënaqësi të Allahut të bëjnë mirë brenda mundësive. Ata dëshirojnë që të jenë nga robërit e barar, duke të përmbahen fuqimisht gjërave që ceken në ajet. Allahu në Kur'an njofton se ne për jo besimtarët kemi përgatitur pranga dhe zinxhirin e zjarrit flakërues. Kaptina El Insan, ajeti 4. Gjithashtu thot: me të vërtet të sinqertët, El Ebrar do të pinë nga gota që është bërë për kafuri. Kaptina El Insan, ajeti 4. Kjo thuhet edhe në padyshim të mirët, pra El Ebrar, janë në xhenet, kurse mëkatarët me siguri në xhehenem. En Infitar 13-14. Allahu i Madhërisht thot: me të vërtet të sinqertët, ebrarët do të pinë nga gota që është e bërë prej kafuri, nga burimi ku do të pinë robërit e Allahut, të cilin do ta shpërndajmë shumë lehtë. Ata e zbatojnë premtimin dhe i kanë frikë ditës, dëmi së cilës është gjithëpërfshirës, dhe ushqejnë me bukë për hir të Allahut të varfërit, bonjakun dhe të robëruarin. Dhe thojnë: ne ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut, nuk dëshirojmë për ju shpërblim as falënderim. Ne friksohemi nga Zoti ynë atë ditë kur do të ngrysen dhe të erësohen fytyrat. Dhe ata Allahu i ruan nga e keqja e asaj dite dhe u lëshon atyre butësi e gëzim. Dhe për atë që kanë duruar i shpërblen me xhenet e rroba të mëndafshta, mbështetur në kanape, ku nuk do të ndjejnë as të nxehtë e as të ftohtë. Dhe afër kanë hijen e tyre me fryte që do t'i mbërrijnë me dorë. Do të jenë të shërbyer me enë të argjenta dhe gota të kristalta, kristale nga argjendi, me madhësi sipas dëshirës, ku do të pinë nga gota plot me pije me zenxhebil. Aty kanë një burim që quhet selsebil, dhe do t'i shërbej rini e përjetshme, që kur e shikon, mendon se janë gjevahire të derdhura, dhe kur të shikosh atje, do të shohësh dhunti e mbretëri të mëdha, mbuluar me rroben nga mëndafshi i hollë, i gjelbër, dhe nga mëndafshi i rënd, stolisur me radhë të argjend, dhe Zoti i tyre do t'u jap të pinë pije të pastër. Ky është me të vërtet shpërblimi i juaj. Mundi juaj është për mirënjohje. Kaptina El Insan, ajeti 5-22. Njerëzit e mirë dhe të ndershëm në xhenet do të kënaqen në begatitë e ndryshme të Allahut. Allahu i Madhërisht thot: të mirët një mend do të jenë në kënaqësi në xhenet, do të shikojnë nga divane, në fytyrat e atyre vërehet gëzimi e lumturia, do t'u jepet të pinë nga pije të vulosura, vula e së cilës është misk dhe për këtë le të bëjnë gara konkurrentët. Do të jetë përzier me ujë tesnimi, burimesh prej kupin të afërmit. El Mutaffifin 22-28. Muslimanët në këtë botë respektojnë. Nëpërmjet kësaj bote ata fitojnë dhe botën tjetër, duke u përmbajtur urdhrave të Allahu xhalleshanuhu të cekura në Kur'an e hadith. Ata kanë arsye për t'i analizuar dhe marrë vendimet e drejta. Allahu e përmbush premtimin e vet për t'u dhuruar njerëzve të mirë xhenete, nëse ata mendojnë e veprojnë në pajtim të plot me rrugën e Allahut të Madhërisht.